Në çfarë moshe ke ikur nga Shqipëria ti? 15. Ty të ka lënë 10 vjeç, ato 5 vjet, kush t'ka rritur? Ka rrit njerëku. Po mami ku ishte? Në sytë Ka vet. vdek, më thot. Ta lart e poshtë ku ishte. Po jo I la mo, 6.000 po jo, rrugëve. është gjallë thot. Ola, i Gjallë kalon është ajo? 6.000 rrugëve. Dëgjom të gjej sekond. I kalon 6.000 rrugëve, edhe i ka ra mend mas 30 vite me kujtu se ku janë. Kur ndërkohë fëmijët kanë jetën e vet. Po rria më të keqen. Ka nëna sot, pa ik, aman. O Mati, bllokojen që këtë 3-6-at. Ja se blokon Aurora. Ta kuptoj, kështu që jeta ka çdo gjë, ka shumë. Okej, se ka vujte ka, kush ka vujt kupto. Ka po bllokojen që këtë 3-6-at, ka po. E bllokova. Ta kuptoj. Kështu që unë jetën time kam kriju vetë. Unë e Nëse bllokoj tash dikush e zbllokon. të kishte vdekur mamaja, na fal. Si? Mendova që të kishte ndruar jetë mamaja. No, jo. Do me thënë, o gëzi, më falë tani se hyre në një temë kështu pak të vështirë. Do me thënë, nëna jote u late babai fëmijë edhe iku? Po i la 6.000, mua me babajin tim, se unë jam nga Laçi si origjinë. Po. Mua dhe motrën tim unë jam me baba tjetër nga Laçi. Kurse një motrë 3 vëllezër kam nga nëna. Po si thonë me një nënë në të gjithë fëmijët. Ju jeni me burrin e parë të saj? Me burrin e parë jam unë dhe i motër, që është në Itali, e martuar me italian. Ajo lë burrin e parë, u merr ju dhe shkon martohet me një tjetër. Po, më ka marrë mu 2 vjeç, kur më ka marrë 2 vjeç mua motra ka lind te njërku. A kupto, ka lind te njërku motra. E lini te njerku motrën, po. Dhe që aty iku u la të Po, gjithë. ka bërë dhe 4 fëmijë, me njërku e i la dhe ato në robët që binte kunata nga Amerika i shpërndante për lagje. Për njerëzit. E fëmijët e vet i linte pa buke, pa asnjë gjë, kur vishin nga shkolla. Po, Që është fëmija ku është nana joni, ku është mami tjetri. Po Ku vajt në sy të sajt. Nuk i rrizi të vendin vend. Jo, mos sa do gëzi mos bëj kështu për nënën se prap ka Kush? vuar Iko jetën. ka, po iko të keqen aman. Iko zemra, iko. Po pse të rriti njerku ty? Pse s'u kthehet te babai ti? Po që babaj mos ato dishën për baba, o ma, isha 2 vjeç, që dishën unë. Ajo më kaloj mu të njerku, mu edhe 4 tjerë, 6 fëmijë. I la aty, e iko thuj qafën, në Maqedonia, ku drejtë që o thoi, shkoj. Je kurioz o gëzim që ta ballafaqosh një herë dhe ta pyesësh që pse na le. Po që me për mu mërë Messenger mi herë, si hap Messenger, kam thëmë u zhduk. As du me ditë fare. Nuk kam djenja fare, komplet. O më mi kaloj me ju, e moj qesh me ju, se kur flasë me ta si me full me hasmin. Që atë dresh nanë mund tjetë një nanë, për çdo nanë shqiptare, që le ato fëmijë i braktisë shu, tani që ka ngella ajo pa takat, ka dalë mosh, është një mosh e madhe, tani është kujtu. A tani kur ngell ti kujtosh, se do mbështetje. A kur kishin në halë fëmijët, nuk dojshin kërkoshin krah prej nanës, kërkoshin, si çdo fëmijë. A kupto? Kështu që nuk ka nënë sot. Ka nënë që mbyt fëmijën. Edhe nuk u kthye më kur? Jo, fare. Po njerku jot u Edhe rimartua. aty në Maqedoni që është martu, me të Maqedoncin, i ka thënë nuk kanë fëmijë. I thashën, vit takoj, i kanë thënë këti thaj që nuk kanë fëmijë. Kur ajo kanë poshtë fëmijët e vetë që nuk ka fëmijë. Kur gocën që ka me Maqedoncin, nuk e ka ditë, ka qenë e vogël dikur, kur është martu goca me burrin e tretë që ka atje, i ka thënë po ti çfarë nënë jeti kur ke lënë 6 fëmijë, çfarë dëshirë do kesh për mua. Edhe ajo nuk e pyet më për të. S'do me ditë. Kur e ka marrë vesh historinë. O mati. Ka në falë zoti. Kush e kuptoj, po disa se kuptojnë, disa ju duket si ëndër. Si shaka. Po sol me ju, që me ty dhe me motrën tënde. Njërë ku për zotin mu më ka rrit edhe dërën ditë fundit që gëzimja ka të lek për ilace, dërës e vdish. Se ishte pa qef, ka vujt. Dhe po shkallaj me një dorë, të rritit 6.000. Si? Nuk bëri dallim, do me thëmë, bindis ty dhe të 4 fëmijët e tij. No, fare, njësoj për zotin, njësoj. O gëzim po u martua ai apo s'është martuar, nuk u martua kur? Mbasi ju lama. S'u martu më, ço martu. Na ka rritë shu si ka ditë vetë me mosit e veta.
Gjynaf. Bravo, respekte për këta njerëz që Mam respekte dhe Edhe unë për shembull, unë se gëzim, për zotin, mos e gëzofsh edhe mos e qofsh gjallë për këtij vendi, sa kam pas mundësi 500 euro, 600.000 për ilaçe, veç për ilaçe. Edhe më ka thonë fërndeti një herë. Ja ke Sepse dërguar. më ka rrit. po Ja kam dërguar për zonë shpirt. Bravo i Dërm qoftë. ditë fundit. Sepse më ka rrit. Ashtu si ka mujt, me ato mundësitë e veta. Mu dhe tjertë. Është e vërtet të Edhe prapë se prapë jam ky që jam. Urdhëro? Po të thot dikush këtu është e vërtet se gëzimin e një unë thot. Një user. Po dhe mund të më njohim, por se nuk duam të dalë me adresë origjinale, s'ka ne gjë. Po me Dhe Eduardi po.